E hëna e 29 shtatorit shënoi një fitore të madhe financiare për Jared Kushner. Në moshën 44 vjeçare, dhëndri Donald Trump dhe bashkëshorti Ivanka Trump u bë qendra e lajmeve botërore pas blerjes gjigande të kompanisë amerikane të videolojrave Electronic Arts me vlerë $55 miliardë. Marrëveshja u realizua përmes firmës së tij Affinity Partners në bashkëpunim me investitorin amerikan Silver Lake dhe Fondin Sovran të Arabisë Saudite. Arti i marrëveshjes si Jared Kushner, shkroi Financial Times, ndërsa The Wall Street Journal e përshkroi si njeriu kyç në blerjen më të madhe private në histori, një lëvizje që hap rrugën për investime saudite masive në SBA. Por përveç suksesit financiar, kjo ditë shënoi edhe rikthimin politik të njeriut që kishte qenë arkitekti i marrëveshjes së Abrahamit mes Izraelit dhe vendeve arabe si Emiratet, Bahreini e më pas Maroku e Sudani. Kushner ishte në konferencën e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, ku Trump paraqiti planin për përfundimin e luftës në Gaza në krah të Benjamin Netanyahut. Një ditë më parë ai kishte takuar kryeministrin izraelit në New York, ndërsa më pas udhëtoi drejt Egjiptit, negociuar lirimin e pengjeve të Hamasit. Dy jetët e Kushner, diplomacia e Riyadit dhe miliardat e investimeve. Kushner, i cili sot ka një pasuri që Forbes e vlerëson rreth $1 miliard, vazhdon të zgjerojë marrëdhëniet financiare me Arabinë Saudite, ndërsa paralelisht rikthehet në misione diplomatike në lindjen e mesme në emër të vjerrit të tij. Por shumë analistë flasin për konflikt interesit pa precedent. Arabia Saudite po kërkon të investojë masivisht në SBA, ndërsa Washingtoni ka nevojë për miratimin dhe miliardat saudite për rindërtimin e Gazës. Sipas vet Kushner, pronat buzdetit në Gaza mund të kenë vlerë të jashtëzakonshme. Një deklaratë që ka ngjallur reagime të ashpra. Zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, i quajti këto akuza të neveritshme duke pretenduar se Jared po i shërben paqes botërore. Sauditët i paguajnë dhëndrit të Trump 10 milion në vit. Kritikat kanë ardhur prej kohësh, si këshilltari Trump në vitin 2017 Kushner ndihmoi në afrim me Riyadin, madje personalisht negocioi me Lockheed Martin për të ulur çmimin e një kontrate armësh mbi $100 miliard. Vetëm 6 muaj pas largimit nga Shtëpia e Bardhë, firma e tij Affinity Partners mori $2 miliard nga fondi saudit PIF, edhe pse komiteti i vlerësues e kishte kundërshtuar investimin për mungesë eksperiencë. Vendimi u miratua direkt nga princi Mohammed bin Salman. Në shtator 2024, senatori demokrat Ron Wyden hapi hetime zyrtare duke zbuluar se PIF po paguante kompaninë e Kushner rreth $87 milion në tarifa menaxhimi. Ai paralajmëroi se fondet saudite po shfrytëzohen për të kanalizuar paratë e një qeverie të huaj drejt familjes Trump, nga diplomacia në biznesin e videolojrave. Në marrëveshjen për blerjen e Electronic Arts, Kushner kishte rolin qendror. Ai punoi për një vit me Egon Durban nga Silver Lake dhe bindi Riyadin bëhej bashkëinvestitor. Kjo lëvizje e fut Affinity Partners në një tjetër nivel global me investime që tashmë përfshin Emiratet, Katarin, Izraelin dhe Gjermaninë. Për princin saudit, teknologjia dhe inteligjenca artificiale janë fusha strategjike. Arabia Saudite tashmë ka krijuar një entitet me $38 miliard për investime në videolojra dhe zotron 10% të vet Electronic Arts. Nga Harvard në Jeruzalem, Kushner, i diplomuar në Harvard dhe New York, është biri i biznesmenit Charles Kushner, dënuar për mashtrim tatimor në 2005 dhe falur nga vet Trump në 2020. I rritur në një familje hebreje ortodokse, ai u martua me Ivankën në 2009. Në intervista të fundit ai pranoi se punën për lindjen e mesme e mori thuajse rastësisht. Por kjo rastësi solli marrëveshjet e Abrahamit dhe miliarda $, investime që e pozicionuan si njeriu që ndërthur diplomacinë me interesin ekonomik. Kushner, lindja e mesme dhe Ballkani. Sot ai promovon bashkëpunimin midis teknologjisë izraelite dhe kapitalit të Gjirit Persik, duke deklaruar se biznesi mund të sjellë paqe më shpejt se diplomacia. Investimi i tij në kompaninë izraelite e Phoenix Holdings shihet si pjesë e një njëjtit rrjet ekonomik që bashkon Izraelin me vendet arabe. Por raportet zbuluan se Phoenix ka aksione në kompani që operojnë në vendbanimet e paligjshme në bregun perëndimor, çka e vë sërish Kushner në qendër të debatit etik. Siç ndodhi edhe në Shqipëri dhe Serbi, ku ai ka investuar në projekte të mëdha ndërtimore, Kushner e justifikon praninë e tij me argumentin se po investon në rajonet lëna pas dore që po shndërrohen në valën e re të rritjes. Në rastin e Ballkanit, investimet e tij janë parë me kujdes të shtuar nga Brukseli pasi ndërthurin kapitalin nga lindja e mesme me projekte strategjike në një zonë të ndjeshme gjeopolitikisht. Në këtë kuadër, Shqipëria dhe Serbia janë bërë për Kushner terrene të reja për të testuar modelin e tij të ndërthurjes midis politikës, pasurive dhe ndikimit ndërkombëtar, një formulë që mund të ndryshojë balancat e ardhshme ekonomike në rajon.